Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Mjekët me urdhër të prerë. Nëse flini në krah të djathtë, dërgjoheni urgjent. Kur shtriheni në shtrat në fund të ditës së gjatë, ndoshta përkuleni nën batanie dhe vendoseni në pozicionin tuaj të preferuar të gjumit, pa e menduar shumë atë. Po rezulton se disa pozicione mund të jenë më të mira se sa të tjerat, edhe nëse jeni mësuar të flini në anën tuaj të djathtë. Mund të dëshironi të ndryshoni zakonet tuaja. Megjithatë, gjumi në anën e djathtë mund të jetë i shëndetshëm për zemrën tuaj. Ai ka shumë të meta që i tejkalojnë në përfitimet e tij. Ku sipas Brett Saj do të rendisim disa nga dëmet në shëndet. Nëse flini në krahun tuaj të djathtë, mund të përkeqësoni urthin. Nëse po përpiqeni të hiqni qafe ndjesinë e bezdisshme të urthit, atëherë bërja e disa ndryshimeve në stilin e jetesës, si veshja e rrobave të lirshme dhe zgjedhja e ushtrimeve me ndikim të ulët mund t'ju ndihmojnë të lehtësoni simptomat. Por nëse jeni duke fjetur në anën tuaj të djathtë gjatë gjithë kohës, kjo mund të jetë duke sabotuar të gjithë përpjekjen tuaj, sepse mund të përkeqësojë gjendjen ekzistuese. Diçka kaq e thjeshtë sa rrokullisja në anën tuaj të majtë mund të ndihmojë të qetësoheni, sidomos në ndjesinë e djegjeve në gjoks. Mund të ndikojë në qarkullimin tuaj të gjakut. Përveç performimit të tretjes, gjumi në anën e majtë mund të ndihmojë zemrën tuaj të pompojë gjakun në mënyrë më efikase, ndërsa gjumi në anën tuaj të djathtë bën që presioni i trupit tuaj të përplaset me enët e gjakut. Gjumi në anën tuaj të majtë mund të rrisë qarkullimin e gjakut. Qarkullimi i dur është çelësi për ruajtjen e shëndetit dhe mirëqenies suaj të përgjithshme, dhe gjithashtu mund të parandalojë zgjerimin e venave me variçe. Nuk është një pozicion i mirë për gjumin gjatë shtatzanisë. Ndërsa barku juaj bëhet më i madh, bëhet gjithmonë më sfiduese për të bërë një gjumë më të mirë gjatë natës. Kur flini në anën tuaj të djathtë, kjo mund të kufizojë qarkullimin e gjakut në zemër dhe fëmijën tuaj, për shkak se foshnja tashmë e shtyn disa nga organet tuaja lart, dhe ky siklet mund të pengojë që të bëni gjumin që nevojitet. Mund të dëmtojë shëndetin e mëlçisë. Për shkak se mëlçia ndodhet në anën e djathtë të trupit, gjumi në anën e djathtë mund të ushtrojë më shumë presion mbi këtë organ thelbësor dhe përfundimisht mund të çojë në bllokimin e mëlçisë. Për të shmangur këtë problem, përpiquni të mos flini rregullisht në anën tuaj të djathtë, pasi mund të përkeqësojë gjithashtu edhe shëndetin tuaj. Mund të përkeqësojë refluksin e acidit. Nëse jeni duke luftuar për të hequr qafe atë ndjesi të bezdisshme të urthit, atëherë miratimi i disa ndryshimeve të stilit të jetesës, si veshja e rrobave të gjëra dhe zgjedhja e ushtrimeve me intensitet të ulët mund të ndihmojë në lehtësimin e simptomave. Por nëse flini vazhdimisht në anën tuaj të djathtë, mund të përkeqësoni gjendjen ekzistuese. Diçka aq e thjeshtë sa kthimi në anën e majtë për të fjetur mund të ndihmojë në lehtësimin e ndjesisë së djegjes nga gjoksi. Mund të ndihmojë gjithashtu edhe në ndikimin e qarkullimit të gjakut. Përveç përfitimeve të tretjes, gjumi në anën e majtë mund të ndihmojë zemrën tuaj të pompojë gjakun në mënyrë më efikase, ndërsa gjumi tuaj në anën të djathtë mund të bëjë që trupi të ushtrojë presion mbi enët e gjakut. Gjumi në anën tuaj të majtë mund të rrisë rrjedhin e gjakut. Qarkullimi i dur është çelësi për të ruajtur shëndetin dhe mirëqenien tuaj të përgjithshme, dhe gjithashtu mund të parandalojë venat me rimang dhe venat variçe, të cilat mund të krijohen në këmbët tuaja. Gjithmonë më shumë njerëzit kanë filluar të ankohen për problemet që paraqiten në gjumë. Nëse nuk është një mungesë totale e gjumit, atëherë është paraliza e gjumit. Njerëzit që janë të privuar nga gjumi zakonisht përfundojnë duke vuajtur nga depresioni, presioni i lartë i gjakut, madje dhe shtimi në peshë. Pra për shkak të këtyre efekteve anësore është e rëndësishme që të flemi sa duhet çdo natë. Numri mjekësor i problemeve të gjumit mund të jetë i lartë, por kjo do të thotë se nëse flini më pak se 7 deri në 8 orë gjumë, do të krijoni shqetësime të ndryshme të trupit tuaj. Pra pyetja e saktë është se çfarë atëherë përbën një gjumë të mirë? Një ekspert i gjumit, njerësh, Dr. John Doylirard, thotë se një gjumë i mirë lidhet në pozicionin e trupit në krevat. Ai është i bindur se cilësia e gjumit tonë tregon shumë përmirësime kur flem në anën tonë të majtë. Ai na ka treguar gjithashtu se sa efektiv të jetë gjumi, aq më shumë do të jetojmë shëndetshëm.
Doktor Doli Rat thotë se të flesh në anën e majtë sipas testeve totale mund të merrni shumë përfitime shëndetësore që ndikojnë tek jetëgjatësia. Këto ka disa arsye pse duhet të filloni të flini në anën tuaj të majtë dhe jo në anën e djathtë. Ndiheni gjithashtu edhe më të mirë dhe më të lehtësuar kundër urthit. Nëse gjithmonë keni urth, ndoshta do të përfitoni nga gjumi në anën tuaj të majtë. Ju duhet patjetër të provoni pasi ekspertët kanë provuar se fjetja në anën tuaj të majtë ndihmon në zvogëlimin e sikletit. Shëndet më të mirë të zemrës. Fjetja në anën e majtë rrit efektivitetin e zemrës suaj. Ndihmon sistemin limfatik. Limfa është pjesë e sistemit të qarkullimit të gjakut, ndërsa pjesa e majtë e trupit përbëhet kryesisht nga limfat. Fjetja në anën e majtë ndihmon në eliminimin e mbetjeve të panevojshme në sistemin tuaj limfatik. Ndaloni gjithashtu gërritjen. Gërritja është një gjë shumë e dëmshme nëse nuk e pëlqeni. Mund të ndikojë negativisht gjithashtu edhe te njerëzit e tjerë që janë në rrezik, pasi mund të ndikojë shumë edhe në aktivitetet tuaja. Të flesh në krahun tuaj të majtë ju ndihmon ta eliminoni këtë shqetësim dhe ndikon gjithashtu në pozitën tuaj. Nëse pozicioni juaj i preferuar i gjumit është në anën tuaj të djathtë, mund të keni disa probleme shëndetësore dhe të mos flini mirë gjatë gjithë natës për shkak të këtij pozicioni. Përkundrazi, gjumi në anën e majtë, sipas ekspertëve, është qëndrimi më i mirë dhe më cilësor, dhe gjithashtu është një zgjidhje shumë e mirë pasi mund të lehtësojë edhe dhimbjet e shpinës. Persona që vuajnë nga dhimbje kronike të shpinës mund të qetësohen nëse fillojnë të flenë në anën e majtë, pasi ky pozicion ul presionin e shtyllës kurrizore. Përveç kësaj, kur të ndjeheni më në rahat, do të flini më mirë, duke rritur shanset për të zgjedhur çdo problem dhe relaks të shpinës. Gjumi në anën e majtë i bën shumë mirë shëndetit tënd të zemrës. Mjekët rekomandojnë nëse gratë shtatzana që flenë në anën e majtë për të përmirësuar qarkullimin e gjakut në zemër do të kenë më shumë vlera në këtë pozicion. Edhe nëse nuk keni shtatzon ose grua, kjo sjellje largon një pjesë të presionit nga zemra, pasi graviteti ndihmon në drenazhimin limfatik dhe në qarkullimin më të mirë të gjakut në aortë. Gjumi në anën e majtë sipas ekspertëve këshillohet si një zgjidhje mjaft e mirë e këtyre shqetësimeve, duke ndikuar kështu edhe në përmirësime të trupit dhe parandalimin e një sër komplikacionesh që vijnë nga pozita e keqe. Sistemi limfatik do të funksionojë më mirë. Sipas mjekësisë, gjumi në anën e majtë i lejon trupit të filtrojë më mirë lëngun limfatik dhe mbetjet në përnyjet limfatike, pasi ana e majtë e trupit tonë është më dominuese e limfës. Por kërkimet perëndimore kanë zbuluar gjithashtu se gjumi në anën e majtë mund të ndikojë në trupin tuaj të pompojë produktet e mbeturinave në trup. Gjumi në anën e majtë ju ndihmon gjithashtu në tretjen më të mirë. Gjumi në anën e majtë mundëson transferimin më të lehtë të mbetjeve nga zora e hollë në zorën e trash. Gjumi në anën e majtë gjithashtu lejon që stomaku dhe pankreasi të varen natyrshëm, duke lehtësuar kështu prodhimin e vazhdueshëm të enzimave pankreatike dhe proceseve të tjera të tretjes dhe gjatë gjithë kohës që ne flem. Gjumi është shumë i rëndësishëm dhe prej tij shëndeti ynë përfiton shumë, nëse gjithmonë e bëjmë si duhet. Në fakt, duhet të dini se ka disa pozicione që ndikojnë në cilësinë e gjumit më shumë se sa të tjerat, prandaj hidhini një sy atyre që ju ndihmojnë më shumë. Pozicioni më i përhapur dhe jo pa arsye. Përveç atij, ky lloj pozicioni ju ndihmon të reduktoni dhimbjet e shpinës, është perfekt gjatë periudhës së shtatzanisë dhe mbi të gjitha redukton gjithashtu shanset e gërritjes. Të flesh nga njëra anë është paksa e ngjashme me pozicionin më sipër, por ndryshimet e vetme janë në këmbët e drejta. Ky pozicion është i mirë në reduktimin e gërritjes dhe akoma më i mirë për sistemin tuaj tretës. Ekspertët këshillojnë që gjithmonë të mbani gjumin në pozicionin që e keni më të rehatshëm edhe kryesisht këshillojnë në pozicionin në krahun e majtë, për të evituar gjithashtu edhe problemet tuaja shëndetësore. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndet. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like.
dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.